sa të gjeri. E ti të zëjnë dhëtë që e dheri të balë, të më shterë në këtë. Mos në në dhe. Ore edhe kundra i robi mos pa plane. Se vëllaj kanë thonë ato të heshmit. Kur atë fakiri e shef dobër, mos full fjallë trejmi, thotë, se na e ka i heshtër atje. E ka i damar, e ka i palës, e ka i shpirë, e ka i nërë atje. Edhe ai që te ke pa matë ma robin rrugë. Mos e shkel, mos e mërë në përkomë, sepse dhe ai ka zotin. Edhe përfundimisht e ndoqin, Allahu Gjellë ja hapi rrugët Musajt a.s. U hap autostrat midis derit. Edhe këta menunë se të shekin e magollaj për t'i zonë. Në për autostrat, Allahu sa kalon ato ja u mëllë e kërë. U mëllë deri. Vdik, atë u mëllë der me një dështarë. E kanë marrë bufon, e kanë rrujtë edhe së të kësaj dite. Kemi shkua kemi pa dhe, unë e kam pa dhe. Atë Firaunin, atë, ja, shifshëm me vetë ato menoja, këj njëri ka thonë, janë zatë. Të shi bjerim shenë pa bufonë, si kur shtë. Bjerim shenë. Me i pa dhe vamë, të më thonë që i kishtë. Në aftërët më të kësije që më kishtë po dhe. Jo ftërit sami. Po ftërët me agalu shejtonit më ku. Edhe mësoj ashtu si mësoj. Edhe kjo është vetëm sa ta dim një këtë histori. Këto hargjoj një kështë shifrate, bashkë mu. Mas i hargjojme në të këtë përshime ati ka thonë laboristë, për shko shifrate kush ka tjena që ka thonë jam zë. Dhe qanë zë. Këto hargjoj një. Edhe përfundimisht, Allahu Gjellë, pikrish në këtë ditë, e shpëtoj Musajin a.s. Po në këtë ditë, ja qëlloj që shpëtoj edhe Hazreti Nuhi a.s. bashku me ato që i kishte në anijë. Pra anija, mas shumë ditësh pregu tokën, në iman me emin Gjudi quhet, aty ka zbrit për herë të parë, mas herë të parë për media. Pra këtu për jemi nëse dhe e kjetë bota në uj, mbi mal në grës. Derisa, djali vetë kundërshtojë e kjo, shoku e shejtanit. Tha, të shofë që je budallahu babajin. A i thuhet babë si budallahu? Pejgamberi Zot. Por djallë tha, theri meni zë, hajde hypë në një, tha se, më lorë, si e bëhë në një në tokë. Mirë për ka i herë, jo ka i herë. Për shumë herë është ti është budalë, është menqëri, është pasuri. Të qynë budalë këto, populli, shumica, për disa veprime të rregullte që ti bën, jo është pasuri këtë. Është pasuri. Është mençuri. A nëse që thonë ata, mos ngjoni. Nëse do të filloj të numëroj juve unë, për sa gjona më kanë qujtë budallë, shoqënia ime bashkëkohëse ime, me qindra gjona. Lere këtë, si do të gjënë vojë këtë. Jeve të sa të bogët të nejë gjonë. Kuj se di që në kafe, se që të hani. Po kuj herës di që është i moraliteti. Kuj lehë këta. Budal kuj. Vallaj. Dhe vetëm s'ka shkru libra. Për vetëm kësë. Po kuj janë së këto? Në për të do me qindra historiti në mërë, sepse gjithë i kom njerës i kom parasysh, i kom jetu dhe pa jetu në atë. Po për qërë në qote mosë jashta mosë. Pse deti të kërcem dasë mos di me kërcem. Pse ti kur mërdohë është bajnë ato shokë në grahë, bajnë me kërë të atë në grahë. Me shikë e në qonë. Sa mirë, sa në në tjelëve, e në kërë të atë në grahë dhe shokë. Mirë të tjelë. Të shtikë të më qëjnë budalë, pse, s'ma ka bajtë kush për kërë në grahë. E kupton? Asa të iman absurdishtë, se mu tërbu, se me të pru. Zdi të që u bonë, të bonë në mujë veni ti. Se ti ka kështë e federua shojtë ati. Oj të pa, që u bonë ka shkullësi, ishte më halal. Edhe kështu i thanë në ojtë të lejtë, djeri me të, je budalë. Ska bova këtë më ndërtoha një që këmë fushkru kësort. Po e di mua deli, a djeva vërdeli, një këtu. Por birë, këtu në vërdar deli. Po morë unë për e të mëndë të zotë. Pikrisht me datën
Të më thënë ditën e 10 të muajit Muharrem, nohi preku për herë të parë tokën, me gjithë ato që shpëtohen, ato që e pranohen. Po një kohësisht i rast tjetër me qenë,